Marrëdhënia e sotme e Këshillit Bashkiak të Vlorës ka nisur me nderimin e profesor doktor Krisaq Kumes me titullin e lartë qytetar nderi i Vlorës për kontribut të shquar në zhvillimin e proceseve demokratike në vendin tonë, për përballimin frymëzues për brezin e ri të sfidave politike e sociale dhe për plotësimin me integritet të lartë të detyrave për organizimin dhe administrimin e proceseve zgjedhore, nxitës dhe mbështetës i spikatur për zhvillimin dhe funksionimin e demokracisë vendore, motivacioni i titullit nderues, ndërsa kryetaria e Këshillit Bashkiak Elbiniqi Mërkuri ka çelur ceremoninë e thjesht nderuese. Sot do ta hapim me dhënien e titullit qytetar nderit të Vlorës, profesor doktor Krisaq Kumes. Është një kënaqësi shumë e madhe, në fakt dhe ishte kënaqësi shumë e madhe për gjithë neve në momentin që shoqata adhetare kulturore e Vlorës dhe përfaqësuesi i saj zoti Ahmed Dema bëri këtë propozim për dhënien e titullit qytetar nderit të profesorit, kështu që të gjithë njerëzit, të gjithë anëtarët e Këshillit Bashkiak e kanë vlerësuar dhe kanë pranuar dhe kanë votuar pro këtë vendim. Kështu që urime paraprakisht, profesor, dhe me mirënjohje të thellë dhe nderim veçantë qyteti i Vlorës përkulet sot përpara figurës profesor doktor Krisaq Kumes, një prej bijve më të ndritur të tij. Nëpërmjet një jete përkushtuar ndaj dijes, demokracisë dhe vlerave qytetare, profesor Kume ka lënë një gjurmë të pashlyeshme në historinë akademike dhe institucionale të vendit. Si studiues, si intelektual i angazhuar dhe si zë i ndershmërisë në jetën publike, ai ka qenë shembull frymëzimi për breza të tërë. Është privilegj i madh për mua dhe krenari që jam pjesë e kësaj ceremonie, është shprehur kryebashkiaku i Vlorës Ermal Dreda. Jam shumë i lumtur, njëkohësisht edhe për funksionin që mbaj si kryetar bashkie i qytetit të Vlorës. Më vjen mirë që kemi filluar dhe po i shikoj me shumë vëmendje pjesën e gjithë atyre që kanë lënë një gjurmë të madhe në historikun e zhvillimor të qytetit të Vlorës, aq më tepër duke dhënë kontribut real te pjesa akademike e saj. Dhe patjetër edhe ndihma e pandarë që ka dhënë vetë zoti Kume për qytetin tonë. Nuk është pak që të lëvizësh nga qyteti jot, të lindësh këtu edhe në një lagje me traditë të fortë, edhe me histori të fortë, siç është lagja Muradia, dhe pastaj të shkputesh për të bërë karrierën qoftë në investimin intelektual personal dhe pastaj për të kontribuar në shoqëri. Vlerësime janë dhënë dhe nga numri 2 i Këshillit Bashkiak Elezi dhe kreu i shoqatës Llabëria Demaj. Personal të shpreh urimet më të mira për këtë titull të merituar. Është një vlerësim i kontributit tuaj gjatë jetës tuaj dhe ne jemi shumë nderuar që kemi votuar. Unë pata nderin që të drejtoja seancën e Këshillit Bashkiak ku u propozua dhe u hodh në votim kandidatura juaj si një personalitet i shquar dhe mori një votim unanim për këtë propozim të bërë dhe unë dëshiroj që t'ju uroj të shpreh juve, bashkëshortes tuaj, fëmijëve tuaj urimet më të mira. Falenderoj për pjesëmarrjen sot se mund të kishte angazhime të reja profesorin dhe të uroj që të mos jetë e fundit kjo dekorat e qytetit Vlorës, të ketë edhe tjera, sepse puna juaj është me plot vlera. Kryebashkiaku Ermal Dreda i ka dorëzuar titullin qytetar nderi profesorit. Vendim numër 21, datë 25/2/2025 të Këshillit të Bashkisë Vlorë, zoti Krisaq Kume i jepet titulli qytetar nderi Vlorës me motivacionin për kontribut të shquar në zhvillimin e arsimit dhe ekonomisë kombëtare përmes veprimtarisë së tij si matematikan dhe studiues, modernizimin e institucioneve të ndryshme shtetërore si dhe rolin kyç në forcimin e demokracisë vendore dhe proceseve zgjedhore në Shqipëri, ju jepet titulli qytetar nderi Vlorës. Prekur profesor doktor Krisaq Kume ka qenë lakonik në fjalën e tij falenderuese, ndërsa ka quajtur titullin më të rëndësishëm nga titujt e marrë në vite. Kryetari tha se nuk është hera e parë, jemi të vonuar të tjerë me kanë vlerësuar punën tuaj. Është ashtu, vërtet. Por shumë ndryshe është kjo. Të vlerësohesh nga qyteti tënd, nga bashkëqytetarët e tu. Është që ndjej jashtëzakonisht e veçantë dhe unë do doja që kushdo në jetë të kishte mundësi ta provonte këtë që po provoj sot.
Profesor Dr. Krisaq Kume është ndër intelektualët e shquar të vendit me kontribute të dalluara për zhvillimin e demokracisë në vendin tonë, si dhe në fushën akademike dhe të kërkimit shkencor. Kume ka lindur në Vlorë në lagjen Muradia në një familje që dalloi për sjellje dhe bashkëjetesë qytetare, ndërsa karriera e tij profesionale dallohet për rezultate të larta dhe kontribute të shquara që ka dhënë për zhvillimin e kërkimit shkencor në fushën e ekonomisë dhe bujqësisë së blegtorisë në veçantë, si dhe për zhvillimin e sistemit të arsimit të lartë në vendin tonë. Në zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Shqipërisë që u zhvillua në qershor 1997 dhe referendumit për sistemin e qeverisjes në Shqipëri, zoti Kume ka kryer detyrën e kryetarit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Këtë detyrë ai ja realizoi me një nivel të lartë integriteti, duke dhënë një kontribut të shquar në kapërcimin e situatës shumë të komplikuar politike dhe sociale në të cilën ndodhej vendi dhe qyteti ynë në atë kohë. Sot profesor Dr. Krisaq Kume është në veprim dhe angazhim të vazhdueshëm dhe jep kontribut të spikatur në zhvillimin e proceseve demokratike dhe shtetit të së drejtës në vendin tonë. Për kontributin e vyer dhënë si intelektual i guximshëm me integritet e vlera dhe si studiues dhe profesor i shumë brezave të shkencëtarëve të rinj, profesor Dr. Krisaq Kume është dekoruar me urdhra të lartë, si urdhrin Naim Frashëri Art, titulli Mjeshtër i Madh dhe dekoratën Nderi i Kombit.